Lulzim Berisha, kreu i bandës së Durrësit, pritet të ekstradohet sot në Shqipëri nga Spanja, ku u arrestua vitin e kaluar. Ai do të mbërrijë në Tiranë në masa të repta sigurie, ndërsa pritet të përballet në një proces gjyqësor ku SPAK e akuzon për vrasjen e Klodian Saliut në muajin shkurt 2015 në Durrës. Njëherë SPAK caktoi në dhjetor të 2020-s masën e sigurimit arrest me burg për Berishën si i dyshuar për vrasjen me tritol të Vajdin Lamajt dhe miku të tij Artan Arsi. Por këto akuza u rrëzuan nga vetë SPAK duke konsideruar se nuk ishte provat mjaftueshme kundër Lulzim Berishës. Me ekstradimin e tij në Shqipëri, Lulzim Berisha do të vuajë edhe një dënim me 6 vite burg, mas dënimi kjo që ka mbetur ende pa përfunduar nga dënimi me 25 vite burgim, e dhënë disa vite më parë nga gjykata e lartë. Kjo është përballja e dytë e Lulzim Berishës me drejtësinë, pasi herën e kaluar ai u ndesh me dëshminë e bashkëpunëtorit të prokurorisë Adriatik Coli, ndërsa herën e dytë ai duhet të përballet me dëshminë e Luftar Reçit, i cili tashmë është bërë bashkëpunëtor i prokurorisë SPAK. Reçi ka treguar se ai së bashku me Plauren Dervishajn, Lulzim Berishën, Indrit Taullin dhe Indrit Rusin, që njihet me Nofkën Çeçi, kanë vrarë Klodian Saliun. Për këtë ngjarje u deportua një vit më parë edhe Plauren Dervishaj nga Emiratet e Bashkuara Arabe.